Përshëndetje miqtë e mi, ky është emisioni Fol dhe unë jam Erion Skëndaj. Ju tani më e dini, emisioni Fol shkon në çdo cep të Shqipërisë. Kudo ku ka shqiptar të ndershëm, shqiptar punëtor, që duan të rinë në Shqipëri, punojnë fort, përpiqen në çdo mjet e mënyrë, por kanë halle probleme ekzistenciale. Janë këto halle probleme që në fund ditës shqiptarët po i largojnë nga Shqipëria. E ne shkojmë me mikrofonin ton, u japi mikrofonin dorë dhe themi fol. Fol dhe trego problemet që ke. Fol pa frikë. Fol sot që të mos heshtësh nesër. Dhe ne sot, siç kemi bërë në Shqipërinë, do flasim për gjëra jetike. Ne nuk flasim kot në terë. Ne vim në popull e dëgjojmë hallet që ka populli. Sot kemi ardhur në një park të madh autobusash në Tiranë. Arsyeja pse kemi ardhur në park, do pyesim punonjësit e parkut, si po çojnë jetën përpara ata. Dhe do t'i pyesim edhe për hallet e problemet që po detyrojnë ta të fundit që t'i bëjmë presion, qoftë qeverisë, qoftë konsumatorit, pra që janë qytetarëve, për të rritur biletët, sepse ata po përballen me krizën e tretë në harkun e 5 vite. Si e gjithë shoqëria, edhe transporti urban po përballet me krizën e tretë. E para ishte pandemia, pa u mbyllur mirë pandemia, erdhi kriza e Ukrainës, e luftës në Ukrainë, dhe tani kriza e tretë në harkun e 5 viteve. Kemi dëgjuar para disa ditësh shoqatën e transportit urban qytetas që jepte një ultimatum dhe shkonte deri në bllokim të transportit publik urban qytetas ose reduktim. Pati me një reagim nga qeveria, reagim i vonuar, sikundër dhe në rastin e Ukrainës, por se pati një reagim. A do të mbahet fjala nga qeveria? Dhe ne do ta ndjekim në ditët në vijim, se nuk mund ta themi dot sot. Po ka një premtim për reduktim të çmimit të karburantit me vlerën 50 lekë. Po a e zgjidh ky 50 lekësh problemet që ka sektori urban, që në fund të ditës përkthehen në probleme për qytetarët e Tiranës, se në fund e ha populli. Po edhe ky sektor që po varfrohet, që ka mbetur me autobus të vjetër, sepse nuk po ka më mundësi të rinovohet. Tani të gjithë to, unë nuk i them nga vetja. I din çdo shqiptar i ndershëm, i di edhe problemet që ka sektori urban, ngjeshjet nëpër autobus, vjetërsinë e autobusëve, vonesat në orar, por nuk din edhe anën tjetër të medaljes. Nga se vin këto? Vin se kompanit nuk duan të investojnë në këtë sektor dhe na mbajnë me këta autobus, apo realisht kompanit janë futur në një krizë pa fat që po kthehet në një emergjencë kombëtare. Sepse janë këta autobus që qarkullojnë 200.000 shqiptar, qytetar Tiranës në ditë, pra janë për te investitori strategjik. Nëse do kishte një investim strategjik, janë këta individ që mbajnë qarkullimin e 200.000 shqiptarëve në ditë, me gjithë problemet që ka transporti publik që ju arreshtova, ka dhe tjera. Këto ne do t'i themi përmes gojës të punëtorëve që unë i kam mbledhur. Kemi dhe 2 punonjës nga India, se s'ka më shqiptar të punojnë. Kemi marrë dhe nga India. Faleminderit që jeni me mua sot. Faleminderit. Kemi dhe drejtues të shoqatës së transportit qytetas. Faleminderit që jeni me mua sot. E unë bëra një hyrje. Bëra një hyrje shumë mirë dhe në fakt realitetin cilën ne po e përjetojmë prej kaq kohësh bashkë me kolegun tim me çdo herë edhe në mënyrë të vazhdueshme drejtojmë kërkesa, plana biznesi, si do të funksionojë transporti, duke qenë se merrem me ta, e njohim shumë mirë, dim se ku do të ndërhyjë dhe me çfarë forma do të ndërhyjë. Tani shqiptarët ty të njohin, po për korreksi, për t'i bërë një prezantim atyre që s'të njohin. Unë jam Dashnor Memaj, kryetari i shoqatës transportit urban dhe interurban. Është zoti Konstantin Puni me mua, kryetari i shoqatës transportit qytetas. Pra jeni direkt me këtë sektor dhe problemet e këtij sektori. Edhe për një dekadë ose më shumë e njohim transportin publik, merrem me transportin publik, merrem nga mëngjesi deri në darkë, e dim se problematikat i kemi shfaqur në media, i kemi shfaqur me shkresave, kërkesave të vazhdueshme, duke qenë se transporti publik ka një rëndësi shumë të veçantë natyrisht edhe vëmendja jonë është të veçantë sepse në fund ditës është qytetari që përfiton një shërbim transporti publik të mirë apo e vuan një shërbim transporti me problemet që ka. Tani të bëhemi konkret edhe aktual.
Ku kemi mbritur me bisedimet e qeverisë? Çfarë u ka premtuar? Në fakt, po e marrëm në formë kronologjike me nisjen e krizës së tretë në harkun e 5 viteve, siç e the edhe ti, me rritjen e çmimit karburantit në fillim marsit që nisi lufta, po themi ndryshimet gjeopolitike në lindjen e mesme, bllokimi i kanalit Hormuzit dhe U reflektua dhe këtu. Padyshim reflektua shumë shpejt sepse ndryshe nga çdo sektor tjetër, ndryshimi i çmimit të naftës, po themi, ndihet pa ditë që bën ndryshimi në transportin publik. Pa ditën që shçon autobusin për ta furnizuar, automatikisht jepet efekti. Javën e parë të pas nisjes luftës, bashkë me Kosën, drejtuam disa shkresa institucioneve, sepse tendenca ishte gjithnjë edhe në rritje e çmimit të karburantit. Po çapo i kërkoni qeverisë? I kërkuam qeverisë që, po themi, janë disa pika që kërkuam, në fakt janë pika që i kemi kërkuar edhe para 3 vitesh, 4 vite. Pra ju përsërisni kërkesat tona, të cilat ne mendojmë janë drejta për sektorin tonë dhe nuk janë plotësuar, është të janë shitje, po themi redukimi të vështirësitë, është heqja e taksës qarkullimit apo ulja akcizës dhe rimbursimi kategorive që u thën falas. Por në momentin që nisi lufta dhe pati një ndryshim të madh të çmimit të karburantit, ushtu dhe karburant. Ne kërkuam një subvencion të drejt për drejt direkt për ta shpëtuar sektorin nga kolapsi ekonomik. Po kjo do t'ju zgjidhë juve apo? Në fakt, kur them një ndërhyrje shumë drejt për drejt, flas për momentin, një subvencion i naftës për të kapërcyer vetëm krizën e momentit, sepse duhen shumë politika të tjera që të funksionojë transporti, edhe të kemi mundësi edhe për të rinovuar flotën, edhe për ta përmirësuar kushtet, edhe për të rritur pagat, një problem në vete. Është edhe pjesa e pagave, siç e prezantova edhe në fillim, ne kemi punësues nga vende të tjera, shumë mirë që janë, është gjë shumë e mirë që po vjen. Por punëtorët nga Shqipëria janë për shkak të pagave më të ulta se pafuqisë tonë për të plotësuar pagat në nivele të kënaqshme, kërkojnë edhe drejt vendeve të tjera. Edhe janë të gjithë kualifikuar ata që ju ikin juve? Më specifik transporti publik janë më të kualifikuar, duhen të kualifikuar, sidomos shoferat, sepse kanë edhe patentën për kaqe, kanë eksperiencën, kanë certifikatën aftësisë profesionale. Rrim tek ikja, pa dal nga problemi, tek ikja, tek largimi masiv. Këta që ikin, me çfarë eksperiencë ikin? 15-20 sa? Gjithë shoferat që ikin janë shofera me eksperiencë. Janë shofera me eksperiencë, po themi, të gjatë në transportin publik, janë shofera të cilat nuk ikin se duan të largohen nga vendi, por largohen për arsye, po themi, të kushteve ekonomike dhe pamundësisë tonë për të rritur pagat në mënyrë të vazhdueshme ashtu siç duhet. Problem tjetër, kemi diskutuar edhe me Kostën, është se do t'i trajtojmë rast pas rasti, po. Transporti publik është ta që gjerë, sa shumë kompania. Qëndrojmë ke nafta. Lidhe me naftën. Shumë kompani nuk kanë dhënë edhe pagat e shkurtit për shkak të rritjes të çmimit të karburantit, sepse kishim me dy rrugë, ose të jepnim pagat, më të ngelim pa furnizim me karburant, ose të jep. Pse ka këtu njerëz që s'kan marrë shkurtin? Prandaj thash transporti publik përbëhet nga 400 linja, 450 linja, po themi qytetës ndër qytetës, janë 200 operator, ka operator që janë shumë më në vështirësi se sa operatorët e Tiranës, operatorët në përreth kanë një situatë të vështirë, realisht, prandaj edhe kërkesa edhe ajo që jemi drejtuar ka qenë për gjithë transportin publik në rang vendi, sepse problematika është e njëjtë. Është një situatë e vështirë financiare, duhen lehtësi fiskale, sepse ajo që kërkojmë ne nuk është diçka që se kemi modelin, po themi, në vendet e rajonit që nuk kanë ato vëshët në shitje ka të lartë, janë vendet e rajonit që nuk kanë taksë qarkullimi për karburantin, po themi për transportin publik, që vjen drejt për drejt me atë që për cilën ne jemi licencuar. Ne jemi licencuar që të qarkullojmë. Taksa e qarkullimit është taksë e cila demotivon mjetët për të qarkulluar për shkak të ndotjes. Po themi, pse keni të lartë taksën e qarkullimit? Është një lloj si makinat personale që paguhen ti për makinat tënde personale, unë tjetër është 27 lekë, po themi taksë qarkullimi. A taksa e qarkullimit që merr ke nafta thua? Po, taksa e qarkullimit për naftë. Aha. Që realisht për transportin publik është një taksë pa drejtë, kemi thënë vazhdojmë ta themi derisa të marrë një zgjidhje, një drejtim. Situata në fakt me transportin publik. Tani rrim me këmbë tokë tek biseda që keni bërë me ministren. E keni marrë, le të themi, keni filluar ta ndjeni efektin e asaj, atij premtimi apo mbetet premtim? Për ta 500 lekësh. 500 lekësh është në fazën e premtimeve, nuk ka dalë akoma me vendim. Ne shpresojmë që del edhe prandaj janë njëjtë. Pra ende nuk ka filluar 500 lekësh.
do të filloj, do dalë vendimi, do të filloj sipas premtimit me, po themi me një mars, prill, maj për një efekt tremëror. Okej. Po ashtu shpresojmë që ta. Unë kam një pyetje edhe një koment të vogël. Në 2022 ish zëvendës kryeministre zonja Belinda Balluku akordoi asë kohë për mbijetesë të këtij sektori 100 lek për litër për disa muaj, nuk e di se sa zgjati, sa herë ju avë ndërpren, pastaj filluar. 2 herë 3 muaj. Një herë 3 muaj ju avë? 2 herë nga 3 muaj. Okej. Unë do doja ta dëgjonim zonjën Balluku, të asaj kohë për ta rikthyer dhe për të kuptuar pse atëherë u dhan 1000 lek, pra 100 lek të reja, dhe sot jipen 50 lek të reja. Ndjekim deklaratën e zonjës Balluku të vitit 2022 kur ishte kriza e Ukrainës. Duhet thënë që qeveria, pavarësisht vështirësive që ka pasur në 3 vitet e fundit, fillimisht me pandemin, ku ne u munduam të kompensonim me paga të gjithë aktorët të cilët kontribojnë në transportin publik, edhe tashmë në kushtet e një emergjence për shkak të luftës në Ukrainë, brenda paketës së rezistencës, qeveria shqiptare ka vendosur një shumë të rëndësishme për kompensimin e litrit të naftës për çdo automjet që ofron shërbim publik të transportit. E kemi bërë këtë sigurisht për qytetarët tanë, sigurisht për t'i dhënë frymarrje edhe kompanive të cilat operojnë në këtë fushë, por ajo çka ne kemi bërë duhet të konsistojë në mbajtjen e çmimit të biletës ashtu siç tha Eri në një nivel të palëvizur. Pra ne kompensojmë me 100 lek çdo litër naftë, pasi nuk duam që të ketë një impakt rritje në çmimin e biletës. E pra, kjo ishte deklarata e zonjës Balluku, aso kohë zëvendës kryeministre, që duke ishte më dashamirë se ajo deklarata terme me premtimin e sotëm. Në fakt, ne kemi patur 2 takime. Takimi i parë ishte me 1 prill, cilën ne shpalosëm kërkesat tona ekonomike, dha mendimet tona se sa duhet jetë niveli i subvencionit për ta kaluar këtë fazë të vështirë të sektorit. A e kërkuat ju 50 lek? Ne e kërkuam 100 lek, ashtu siç ka qenë, po themi edhe në krizën tjetër, se është pak a shumë e njëjta, por ajo që gjatë takimit, sepse kemi edhe një takim tjetër, themi për një javë. A keni një takim për ta përmbyllur? Për ta përmbyllur përfundimisht, ato dhanë mendimin edhe se sa ka ndryshuar çmimi i naftës, po them para lufte me pas lufte, por ne thamë që nuk është vetëm nafta që është rritur në këtë nivel, por janë edhe nën produktet e saj, manat bluja, lubrifikantët varë, dhe 23 dhe 25% të përshin kostot e tjera elektrimi. Prandaj edhe kërkesa jonë ishte më e lartë se sa 50 lek, por ne shpresojmë që takimin tjetër pasardhës të shkojmë edhe me kërkesa më konkrete, me analizë kostosh që po i përgatisim edhe kemi edhe nga të kaluarat bashkë me kostën, edhe të paraqisim të institucionet që realisht edhe më të shikohet rimbursimi, por të shikohen edhe në planin më afatgjatë, po themi taksat e siç është të vështirë, që është kaq e rëndësishme në sektorin tonë. Faleminderit. Do kthehem prapë te ty me kalim e kohës, Kosta. Për edhe transparencë publikut, besoj sa ta na shohin, ne jemi në mes të një parku. Në vitin 2022, në emisionin që kemi realizuar brenda në autobus, ne kemi bërë këtë tabelë. Unë e solla për publikun dhe do doja edhe nga regjia të vendos tabelën me shifrat që kemi përdorur asë kohë në një skrite për të kuptuar si ka qenë situata dhe kostifikimi për rrugë për autobus, për të kuptuar sa lek mbeteshin për të mbajtur transportin dhe sa do duheshin për të mbajtur punëtorët në punë pjesët. Atëherë, kemi 4 rrugë, 8 orë punë aso kohë, një rrugë ishte 140 bileta, 4 rrugë, 560 bileta, totali i shkonte 224.000 lek, po t'i që edhe të vëshën asaj kohë 37.000 lek, mbeteshin 186.000 lek, që ishin të ardhura nga xhiro ditore për një autobus për 4 rrugë.
Po ti që aso kohë që ka qenë çmimi i biletës 230 lekë për litër, pra 2300 lekë, juve ju mbeteshin 48.000 lekë të vjetra, ose 4.800, me të cilat ju thoshit aso kohë që duheshin mbuluar shofer, drejtues linjo, fatorino, internet, taksa vendore, taksa qendrore, shërbim, siguracion, parkim, roje, amortizim, pjesëkëmbimi, libreza, rimbursimi i aboneve, lavazh e tjerë. Por ju keni bërë një deklaratë atëherë që ishte vërtet shokuese për mua si gazetar, që thoshit nëse gomat në një autobus ndrohen çdo 10.000 kilometra, këtu ndrohen njërë në 30.000 kilometra. Kjo është tabela që kemi përdorur. Si e kemi situatën sot? Atëherë, të gjitha zërat që ju përmendët nuk është asnjë zë i reduktuar apo mund të jenë shtuar zëra, kosto të ndryshme. Pra janë rritur çmimet. Janë rritur çmimet. Pra kemi një jo vetëm çmimin e karburantit të rritur, por kemi edhe pjesët e mirëmbajtjes të këtij sektori që janë rritur me rreth 25-30%. Pra nga kjo, nga jo, duhet i shtojmë edhe 30% kosto. Biletat dhe të ardhurat nuk kanë ndryshuar. Bileta është po e njëjtë, çmimi është po e njëjtë. Pra nuk ka një ndryshim të ardhurat të operatorëve, por zëra 100 lekë apo? Po, shiko, ne nuk flasim, nuk jetojmë vetëm në Tiranë. E kuptoj. Kemi gjithë Shqipërinë që jetojnë. Pra, shërbim transporti publik ofrohet dhe në Durrës, ofrohet dhe në Berat, ofrohet dhe në Lushnjë, dhe në Vlorë. Pra, nuk mund t'i trajtojmë ca të Babës e ca të Njërgës. Shërbimi urban duhet unifikuar si në çmimin e biletës, po ashtu dhe në kombesimin për çdo bashki. Pra, të jetë një trajtim i unifikuar, qoftë në subvencion, qoftë në pjesën e biletës. Sepse nuk kemi vetëm popullin shqiptar që qarkullon, kemi edhe turistat. Tani jemi në periudhën kur fillojnë turistat. Pra, ata vinë në Tiranë e paguajnë 40 lekë, shkojnë në Kamës e paguajnë 50 lekë, shkojnë në Berat e paguajnë 30 lekë. Kjo nuk është fair as për transportuesit, për operatorët që ofrojnë këtë shërbim. Flota është pothuajse e njëjtë, karburantin pothuajse e marrin në të njëjtin çmim, pagat pothuajse janë në të njëjtin nivel, pjesët e këmbimit dhe shpenzimet dhe kostot e amortizimit të gjithë këtyre mjeteve janë në të njëjtin nivel. Pra duhet një unifikim i transportit publik. Nuk mund të trajtohen pensionistat në Tiranë të mos paguajnë dhe pensionistat në gjithë rrethet të paguajnë, ose studentët. Pra ka diskriminim edhe brenda konsumatorit, edhe brenda ofruesit të shërbimit. Patjetër. Pra duhet të unifikohen dhe shqiptarët të ndihen shqiptar në çdo cep të Shqipërisë. Jo në Tiranë të trajtohen ndryshe dhe në vende të tjera ndryshe. Tirana ka një mekanizëm dhe ky mekanizëm duhet të implementohet në të gjitha rrethet dhe qytetet dhe të funksionojë i unifikuar në të gjithë Shqipërinë. Kaq keq ishte situata që dolet me atë deklaratë që e para ishte për bllokim shërbimi fare dhe pastaj kaluat në reduktim. Kaq keq është realisht situata? Situata u agravua me rritjen e çmimit të karburantit. Ne i bëm të gjitha përpjekjet tona dhe i ndoqëm të gjitha shkallët që duhet të ndiqnim, pra duke i njoftuar me anë të shkresave, duke i bërë publike dhe më në fund erdhi takimi i parë, ajo i datës 1 prill, ku në atë tavolinë u diskutuan, siç e përmendi edhe kolegu, të gjitha kërkesat dhe propozimet tona. Urojmë që të mos mbetet 1 prill. Këtë deklaratë ja thash në fund. Urojmë që të mos mbetet në ditën e gënjeshtrave. Që mos ngjelet në ditën e gënjeshtrave. U premtua një takim i dytë në datën 7 prill që nuk u realizua i takim dhe nuk kishim asnjë informacion nga data 1 prill deri me datën 16, ditën e djeshme, ku u realizua takimi i dytë dhe në atë takim qeveria erdhi me një propozim. Ai 50 lekëshi për litrin e karburantit është i pamjaftueshëm. Nuk mbulon kostot e shpenzimeve të shtuara për këtë sektor. Ne ja tham që ne nuk mund ta pranojmë këtë gjë, por u dakordsuam për një takim të radhës javën e ardhshme për të diskutuar mbi 3 pikat e tjera të cilat ne i quajmë të drejta dhe të implementueshme ashtu siç kanë dhe vendet e rajonit, siç ka Kosova, mos shkojmë në vendet e zhvilluara. Si ka Kosova? Kosova aksizën e karburantit nuk e paguan mbi litrin e karburantit. Pra autobuzët nuk paguajnë. Autobuzët nuk paguajnë akcizë në litrin e karburantit. Pra në Kosovë. Në Kosovë.
ne kemi legjislacionin shqiptar i cili ka sektor që e trajton ndryshe aksizën. Pse mos futet edhe ky sektor që është transport publik? Ne ka fjalën për jahtet. Jahtet nuk paguajnë. Po, vjen me 700 lekë ai dhe ikën. Ndërsa autobusi është shërbim publik. Ka kosto mirëmbajtje, duket qartë, domethënë që se në çfarë gjendjet nëse nuk këto autobusa nuk kanë shërbimet e tyre. Kemi kërkuar taksën e qarkullimit. Taksa e qarkullimit është një taksë demotivimi në vetvete dhe kemi kërkuar të hiqet nga litri i karburantit për këtë sektor. Pra aksiza dhe qarkullimi deri tani. Aksiza dhe taksa e qarkullimit kanë një peshë të madhe në litrin e karburantit për këtë sektor. Sa do ta ulin këto të dyja? Po afërsisht rreth 80 lekë, nga që zhvishet të dyja bashkë 80 minutë. Po? Në rast se qeveria apo kryeministri shprehet që to taksa absolutisht nuk mund të hiqen nga litri i karburantit, kemi propozuar të rimbursohen. Ka mekanizma të cilët mund të rimbursohen. Të gjithë operatorët deklarojnë pranë bashkisë ose Ministrisë së Transportit se sa litra karburant konsumojnë gjatë muajit. Kjo është e barazvlefshme me kilometrat për të cilën ata kanë një kontratë për të bërë rrugët që përshkojnë. Rrugët që përshkojnë. Shpeshtinë e udhëtimeve. Po, dhe frekuencën që kanë për të ofruar shërbimin. Kemi kërkuar heqjen e TVSH-s. Nga 20% të reduktohet në 5%. Vendet e rajonit e kanë 0. Pra, të reduktohet në një masë ku të kenë lehtësim në taksat fiskale. E kuptoj. Dhe tjetra është rimbursimi kategorive që përfitojnë udhëtimin falas. Ligji është që në 2014, mirë po mungojnë aktet në ligjore. Pra ju s'meni asgjë nga shteti për invalid, për pensionistë meni vetëm ata 100 lekshin. Përveç Tiranës, asnjë operator tjetër nuk merr kompensim. Në rrethe, ndërqytetëset, interurbane nuk marrin asnjë lloj kompensimi për këto kategori. Pra, faturën e solidaritetit qeveria ju a ka lënë ju? Po, kjo është një politikë sociale që i bëjnë bashkitë ose qeveria, por në kurrizë të operatorëve. Ju pastaj ja kaloni prapë në kurrizë qytetarit duke mos rinovuar këtë, sepse edhe ju do ta shkarkoni diku. Mangësia pastaj vjen gradualisht ose tek shërbimi, ose tek cilësia, ose tek mirëmbajtja. Pra shkon zinxhir. Dhe përpara këtij takimit të ditës së djeshme, ne kishim njoftuar javën e kaluar që ne do të shkojmë java e ardhshme është një javë vendimtare. Pra, ose do kalojmë pagat e stafit që nuk janë paguar prej muajit shkurt, pothuajse shumicën e operatorëve, ose do të furnizohemi me karburant. Por njëra lidhet me tjetra dhe tjetra me tjetrën. Pra, nëse ne do të marrim karburant, stafi nuk do të dalim punë. Nëse ne do paguanim stafin, nuk do kishim mundësi që të furnizonim mjetet me pra nga të dyja, nga ta çohet topin, prap ju s'dilin të punë. Po është pamundësi financiare. Jo se ne për një presion apo për një përballje. Pra ju keni vetëm një sasi lekësh. Me atë o paguani punëtorët o i jeni karburant autobusit. Patjetër. Tu ka vajt puna. Kjo ishte ajo që në situatët të cilën ne ndodheshim. E kuptoj. Po bimo, shteti ynë nuk ka një buxhet specifik për transportin publik. Një buxhet që është shpërndar në fillim vitit, siç është shpërndar në Gjermania, siç është shpërndar në shtete tjera. A e di që në Gjermani e thënë nga goja e një eksperti gjerman të thirrur nga qeveria shqiptare para 3 vitesh për të reformuar sektorin publik shqiptar, thënë edhe para titullarëve dhe ish kryetarit bashkisë Erjon Velia që sot është në Burg dhe që do reformonte Tiranën, aso kohë, ka thënë motamo do ta dëgjoni edhe vetë që në Gjermani shteti gjerman i jep transportit publik në vit 8.5 miliard euro, që është ai transport publik i cili nuk vonohet minuti, ka shërbim të kulturuar, ka autobus, tram, tramvaj dhe gjithçka tjetër. Ndjekin çfarë thot eksperti Gizit i sjell për të rinovuar apo për të modernizuar transporti publik në Shqipëri. Menjëherë. Një prej pikave të forta në sistemin gjerman ka të bëjë me faktin se qeveria kombëtare
transferon miliona euro, diçka tek 8.5 bilion euro në vit, transferim për sa i përket fondeve publike për përdorimin e transportit publik. Pra, qeveria kombëtare paguan, pra subvencionon për të arritur këto shifra dhe këtë ndihmë për transportin publik. Bagjetet e gjitha këto janë në një mënyrë për të subvencionuar ose të financuar përmes një kuadri të favorshëm kombëtar përmes legjislacionit përkatës, dhe prandaj themi që është e nevojshme që të gjitha nivelet të qeverisë të mblidhen së bashku dhe të flasin lidhur me këtë. Zotëria e mbyll fjalën që të gjithë institucionet qendrore dhe vendore duhen bëhen bashkë dhe të diskutojnë mbi këtë politikë që zbatohet në Gjermani. Pra mbështetjet sektorit publik me para që për të gjitha shtresat, për gjithë tipet e transportit publik. Ju po thoni që nuk ka asnjë faturë tjetër përveç atij 10 lekë apo 100 lekë që merrni ju këtu në Tiranë, pra nuk keni asnjë të ardhur tjetër nga shteti? Shiko, zotëria në fjalë nuk e ka thënë vetëm publikisht, por këto gjëra janë edhe të shkruara dhe të lënë si detyrë në Bashkinë e Tiranës. Pra në lënë detyrë ato që tha. Gizi është një institucion i nënkontraktuar nga Bashkia e Tiranës në lidhje me për sektorin e transportit publik për të nxjerrë të dhëna statistikat financiare. Dhe nuk është vetëm Gjermania që subvencionon dhe e pranon që transporti publik është me humbje, por në çdo vend të rajonit dhe të Europës transporti publik është me humbje, pasi ka linja që nuk janë rentabël dhe duhet të kompensohen, ka linja pastaj që duhen subvencionuar, pra ka mekanizma të ndryshme që ndjekin politika në lidhje me ofrimin e transportit publik. Pra po thua që këto shtete nuk e shohin transportin publik si një biznes fitimplurës, po si një biznes shërbimi. Si biznes shërbimi. Dhe që të ketë një buxhet, siç e thatë dhe ju më përpara, institucionet përkatëse duhet të kenë specialista të mirëfillt në transport. Po pse si kemi ne? Po për sa kohë nënkontraktojmë të huaj, patjetër që si kemi. Shumë e dimshme. Miqtë mi, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Kemi vetëm folur me dy zotërinj që janë edhe drejtues shoqatës, por ne do flasim edhe me punëtorët, pak më vonë, sepse të gjitha këto vinë zinxhir dhe përplasen dhe tek punëtori i thjeshtë. Janë këta punëtorë që marrin rrugët e Gjermanisë, e pastaj themi ku t'i gjejmë punëtorët dhe shtrin dorën deri në Indi. Po dhe ata që na vinë për pak kohë, edhe si thot populli çajin ferrën sapo gjejnë një alternativë më të mirë. Ku do shkojë ky sektori publik? Po spati sektor të fuqishëm publik, s'do ketë as transport publik për qytetarët. Pra në fund gjithmonë ai që e vuan është populli. Me njëherë pas publicitetit. Rikthehemi miq, pra jemi me punonësit e transportit urban qytetas. Ata po tregojnë hallet e tyre, problemet e tyre. Janë këto halle e probleme pastaj që bëjnë që punat çdojnë në transportin publik. Dhe pastaj në fund janë qytetarët e Tiranës që marrin një shërbim jo në nivelin e duhur. Nga një anë, punonësit thonë, ne kemi të pamundur për ta shtyrë biznesi para në këtë rrugë. O shtrentohet bileta, o shteti na ndihmon. Nga ana tjetër qytetarët thonë, po u shtrentua bileta, si do ja bëjmë ne jemi populli, ne penalizojmë, ne jemi viktima. Shteti rrjedhshikon dhe ka 34 vite që e ka liberalizuar një pjesë mirë të transportit publik, o mos themi 100% tani më, në Tiranë nuk ka më transport shtetëror, po ka transport publik, dhe shikon se si qytetarët përplasen me subjektet që ofrojnë shërbimin. Por pyetja është, nëse ikin këto subjekte, a bëhet më mirë, apo bëhet më keq? Se ne i shohim gjithë subjektet që një pjesë e mirë e tyre i kanë autobus të vjetër. Çka nënkupton se kanë të pamundur të investojnë në këtë sektor të blejnë autobus të ri. Sepse, siç e thash, edhe e thallë dhe zotërin, nuk kanë mundësi të paguajnë, s'ka paguar rrogat e shkurtit, e jo të blejnë autobus të ri. Çështja ka mbetur tek dera e qeverisë. Qeveria thotë,
Këto flasim një moment të dytë për subvencion në kohë lufte, që është kriza e gjirit, andej, kriza e lindjes mesme. Se kam mësuar kriza e gjirit persi. Zotërin, si quaj? Skander Bara. Sa vjeçe? Okej, mashallah. Vazhdon punën, e? Po ne kemi ngjenë se të gjesh staf të kualifikuar është shumë e vështirë. Ti lidhesh direkt me gjetjen e stafit, a? Ti je drejtori, a? Po unë lidhem direkt, jam drejtori, po këtu ka një gjë që vështirësitë në transportin publik janë shumë. Për shembull, një le thot disa probleme. Si që ka në momentin e rëzmanat, ne i gjemë nga 190 i gjemë 200. Qa thua? Edhe presim këtu të jerim naftë autobusat, rinë autobusat më rjesht, të të marat. Pra ti nisesh me iden që është 1900 lekë dhe të del 2000 lekë rrugës. 2000 lekë rrugës, izde. Tashi, ne jemi të stafi punojës dhe jemi sot. Në ka një të gjithë specialistë. Po si ja bëni, si e qoni para? Po si e qoni para, këta që në kanë ngelur, I mbani fort i lidhja, që i bëni? Mbajme, do të thënë, me të mira. E me të këqija ne me këta po punojmë. Kemi arritur, kemi marrë nga India. Nuk janë 2, po kemi marrë 12. I kemi marrë... 12 të huaj? Po, nga i keni marrë? Nga India kemi. Nga India, që janë të zotërinë të Po, që janë ata zotërinë aty, por ata vinë nga shtesat rurale të Indisë. Nuk janë specialistë, ata thjesht janë për lavazh. Ata janë për pastrime, se janë specialista, tjerë gomist, motorist, elektronik, generik. Ne për këto vuajmë, ose di kompjuteri. Po ju pse ju ikën ata që ju ikën? Po ata ikën për një jetë më të mirë dhe ikën sepse e shikoni që ne nuk ishim mundësi të ngrimë në rrogë. Se s'ke mundësi, nuk ngrihet rroga me 400 lekë. S'ngrihet rroga me 400 lekë. Shikoni të rajonin, kush e ka biletën 400 lekë. Asë. Të gjithë e kanë biletën vete €1. Mu më thoni ku të doni. S'ka 400 lekë. Pse dhe Kosova aq që ka? S'ka 400 lekë asnjë. Asnjë. S'ka me 400 lekë. Qa ngelet me 400 lekë? Qa ngelet? Unë do paguaj 12 pastrimi që kam darë, kam 12 veta që duhet t'i paguaj. Duan rrogët. Po duan rrogët më. Ne kemi rrogët akord që ne si administrat mos të majmë rrogat, e kemi ngritur problem, të japim këtëre. Po s'ka mundësi, se ne paguemi qa vjelim nga autobusat, ato ndajmë për rrogë, për pjesë këmbimi, pjesë të këmbimit. Sa vete të dyqani i thua, dua një pjesë, do marr një gomë, që një gomë e ka marrë 220 euro, unë sot e marrë 300 euro gomë. Unë nuk i të them ati pëse shetë 300 euro gomë. Me kuptar. Shka që ka marrë? Ose lere pjesë të tjera që ka janë... Janë shtrejtu gjitha, a? Që nga ilacet, që lajmë në autobusat e shtëtore, që nga ilacet. Do me një shtënësi e madhe. Kurse ne në vetë numëro, 400 lekë. Kështu mbajmë me pandeminë, kështu mbajmë tashi, kështu kemi, më duke se kështu do vazhdojmë, se vërtet flasin këta zyrtarët, janë nga tavolinat. Por e të bëjnë një llogarirë, do majnë rrogën këta punëtorë. Këta do ta majnë rrogën. Ti ke frikë se t'ikin ata? Po jo ka frikë se ikin, po ikin. Jo më shumë se 10 ditë për para, një specialist më miku. Do ikin që këtu da, ku do vesh, po dëftuar vllai për t'iku në Gjermani. Ore do të mbajmë, thash, edhe bilet do të paguajmë dhe sigurisht të shoqëroj vetë mos ta ik një muaj me le, hajde, po ja bëjnë në mënyrë të tillë që mos ikte. Jo, iku sërdi me ai. Sërdi më po ti zëvendësove dot atë? Po jo me këta zëvendësove, me indianët. Ai din ata, ne kemi marrë për krah punet, do themi vetëm për të fshirë, specialista s'ka. Nuk ka njerëz. Ka ndodhur shoferat. Se për shoferat. Ku ka shoferën? Ne s'kemi shofer për autobusat, jo, po ne s'gjetëm dot shofer për vetur. Sa i sa vjen thot, sa e kam rrogën? Sa ka bërë shteti? 500.000 të vjetra. Haj do t'i japë. Ja do japë 550. Jo, thotë, më mirë i rote pallati, unë thotë sa të viktuve.
Po dhe s'ka faj se me 550 se çon do t'jetën për para. S'ka faj, s'kemi gjithë shofer, jemi dërtuar zyrës punës për mekanik, për generik, për saldator, që s'ka fare saldator, për tornitor. Jore, s'ka, nuk qaset asnjeri. Që me përpara mbalin radhën aty, fuzin miq, për të ardhën punë. Na kap një rrugës, për shaman, ke i vend pune? Me përpara, do më dhënë, ishe këshumë, të mbysin njerëzit, për punë. E s'ka, realiteti ky është, s'ka të flasë fare që ju e dim ne, ju e din ata, s'ka, sektori urban është shumë i vështirë. Është shumë i vështirë. Se ne është ajo fjala që thash, majmë 400 lekëshen, që do bëjmë me këte 400 lekë? Do blem pjesën, do hapim rrogën, do lejmë ato buzat, do paguajmë rojet, që do bëjmë? Mirëmbajtja është shumë, është kosto e lartë. Apo rrugët që fillojnë këtu e mbarojnë atje tërë gropa. Apo stacionet, çdo 20 metra stacion dhe thotë e kondicioner. Ti le derën e shtëpisë hapur ta bën ngroja. Mbyllë derën thotë se u fto shtëpia. U ngro shtëpia. Tu hapë derën autobusi çdo 20 metra me stacionin. E do kondicioner. Po ku ftoj ta hapësh dy çdo i. Ftoj. Lek do. Sidomos agjim bërë janë shpenzimet marrëmendse. Vetëm me kondicioner. Të blesh bomblat e gazit, ti furnizosh autobusat me gaz. Po kështu siç ankohen ju, ankohen dhe qytetarët. Qytetarët janë drejtën e tyre. Qytetarët janë drejtën e tyre. Po një qytetar hip në autobus se është 400 lekë. Po një qytetar, po do të vejnë punë ma e taksin 5.000 lekë. Po se me taksin 5.000 lekë. Mi pa, ai thot transporti publik edhe jashtë shtetit subvencionohet. Për shembull Gleis-Sieben që është në Gjermani ka një Por e kemi dëgjuar, sa i kemi dëgjuar, ne dëgjuam edhe një anglez që erdhi në një takim në një punë këta të bashkisë. Aha. Çfarë thoshte ai apo? Po ai thoshte kështu që unë i paguaj shoferat kaq lek, paguaj faturinat, e kam stafin të mirë, subvencionojmë nga shteti. Ai fliste mirë për vetë ti, na mësonte ne, pa i si din dallet tona. Kur ja shpjeguam ne dallet tona, ai s'foli më. E qartë. Kështu është shumë sektori urban është i vështirë. E kuptoj. Prandaj si kanë mbajtur, asnjë shtet si kanë mbajtur tiket shtetëror, i kanë privat. Se nuk ja dalin dot. E kuptoj. Zgjen dot faturino. S'ka faturino. Ne i pyetëm qytetarët para ca ditësh, kur ju dha atë lajmin që edhe mund të bllokohej. Dhe jemi habitur nga sinkronet, ku qytetarët thotë kur u pyetën për bllokimin e autobusëve, qytetarët thoshin që të ulen taksat. Ndjekim insertin ku qytetarët thonë, pra janë kundër bllokimit kundër bllokimit të autobusëve dhe kundër asaj vendimarrje që tha shoqata. Ndjekim dhe më njëherë rikthehemi. Që kemi djuar, po s'është e nevojshme më ullë, se ka shumë ropë. Nuk duhet ullën, se ne jemi të punësume, jemi në punë, do dalime, do ecime. Që na duhen autobusat, male që do mësdoshme janë, se makina s'kemi. Do mësdoshme do shkojmë për herë, që të bëjmë? Ngrijen 3 vetëm proteste të tjerë të flegjume dhe kështu do vazhdojmë. Unë kam mendimin që shteti të uli taksat, marri masa, autobusat kur s'dojët të hiqen. Sepse a popli matë, nuk të rri popli rrugët. Të uli taksat, më gotë, të uli taksat, na mbytën me taksa. Na mbytën me taksa, thot zonja nga Tirana që është pyetur nga televizioni MCN, ditën kur zotërin dhanë atë lajmin që mund të bllokohet qarkullimi derisa shteti të marrë masa. Është e vërtet, edhe qytetarët e kanë kuptuar që taksimi mbi litrin e karburantit në këtë sektor është shumë i lartë. Me kuptoj. Dhe normalisht ju e përmendët çfarë që janë 200.000 pasagjerë në ditë, në fakt janë 300.000 vetëm në Tiranë. Vetëm në Tiranë 300.000, unë e dija 200.000 në Tiranë. Në Tiranë vetëm në Tiranë janë 300.000 pasagjerë në ditë që qarkullojnë dhe marrin këtë shërbimin e transportit publik. Në rang vendin janë 500.000 pasagjerë të cilët e frekuentojnë transportin publik dhe me të drejtë që atyre nuk duan
jo t'i pezullohet shërbimi, reduktimi është një hall i madh dhe duan një shërbim të shpesh. Jo, për ata është jeta, ata shkojnë punë dhe ngelen pa punë, u digjet puna si të vetmi shërbim që ne kemi, transportin publik me autobuza, është për qytetarët është jetik. Se vetëm ky na ka mbetur, se vetëm të kemi. Dhe për këtë duhet që shteti ta vlerësoj, të ketë dëshirën dhe vullnetin ta përmirësoj duke mbështetur operatorët. Kjo nuk përmirësohet se ju keni kaluar gjithë të qeveri. Asnjëherë se u ka mbështetur, apo? Apo jam gabim? Në fakt, në Tryezë kur jemi ulur, ne kemi thënë që ne nuk bëjmë pjesë në ngjyra politike. Po, edhe kjo që operatorët që janë në këtë shërbim janë me mbi 20 vjet që operojnë. Dhe atë që dinë bëjnë më mirë është ofrojnë shërbimin e transportit. Nuk dinë të bëjnë politikë. Janë ofruar parti politike të cilat kanë dashur të shfrytëzojnë këto kriza të cilat kanë kaluar operatorët, mirë po në asnjë moment ne nuk jemi bashkuar pasi halli i operatorëve është ta mbajnë të shërbim në këmbë dhe atë investim që ato kanë bërë për këtë sektor t'i kthehet mbrapsht dhe me fitimin që duhet të marrin. Faleminderit. Të shkoj tek zotëria që si ka duart, njeriu i punës. Të përshëndes. Si të kam. Shikoni si ka duart njeriu i punës. Njeriu që nuk ka ikur nga Shqipëria drejt Gjermanisë, edhe pse oferta ka qenë tunduese. Ke pasur një ofertë nga Gjermania? Nga Gjermania jo, po kërkesa ka se në çuna të jemi akoma. Po ti nuk e ikur, ti je adhetar. Kam qëndruar besnik vendit dhe profesionit tim. Qa punë bën? Unë jam mekanik i përgjithshëm. Këtu i bëjmë gjitha sepse edhe stafi është reduktuar dhe një edhe... Ty të mbajnë si ujtë e parë këta një, se s'ka më tjerë. Jo, gjithë stafi jemi me çunat mirë këtu, gjithë njësoj jemi, po është bërë vështirë, se nga që është reduktuar stafi edhe jemi në sportë barra. Patjetër. Atyre që iku, ati zotëri që ka iku para 10 ditësh, domethënë e mban ti peshën atij. Po, patjetër, gjithë po. Ai kupto pra, kur them ju, domethënë edhe zotëria tjetër. Po, patjetër. Jemi të kushtozuar në një farë mënyrë. Po, të më falë se ndoshta nuk pyetet për rrogën njeriu. Në sa jeton ti? Në sa të ardhurë? Po, si gjithë shqiptarët, ti flasin për rrogë minimale. Po të thash pasioni, dëshira, në mbajtje. Ti që t'jetosh mirë, sa duhet ta kesh rrogë? Që t'jetosh mirë në Shqipëri, të kesh mundësi dhe blesh shtëpi. E mirë nuk ka fund, themi neve. E mirë nuk ka fund. Ju se do të vinë nesër në një ofertë tunduese, do të thotë ku diun, 2.000 euro, 3.000 euro, hajde në Gjermani, ti do na ikësh. Unë lut Zotin mos ikësh kurrë. Tashi nuk i dihet tjetës. Thash, po problemi është deri më sot, thash i kam qëndruar besnik edhe vendit ku punoj, edhe njerëzve, edhe... E kuptoj. Po, si po vjen jeta edhe situata ka që vështirë, nuk i dihet, nuk ka siguri për asgjë. Je i martuar? Jo. Je beqar? As kanë fillu halët ty? Jo. A në pas ka fillu? Njerëz pa halë nuk ka, si do që t'je punë. Oke, kuptaj. Kjo është më thëmë përgjësia e situatës. Qa do i thoi kryeministri për ta kishe 8-8? Unë që tu i the një dorë si sektor? Do i thoja që shikohet... Ande nga kamera. Shikohet kjo situatë, sepse është e vështirë për të gjithë. Si për neve, për çdo shqiptar, jo vetëm ne. Është situatë e vështirë. Unë, për shembull, vi me makinë personale që nga Kamza. Kam gjithë do viti që punoj këtu. Në thonë, edhe ka unë personalisht një kone, ose karburantë është. Karburantë është me 204, 205, diçka tjetër. Po, dhe 220 në i herë. Në thonë, është në karandur, të më thonë. Po, për para ishe me 100 më dhe ishe më ndryshe. Unë po të marrë dhe urbani, bje të marrë 2 urbane, të vi këtu, në thonë është sakrifis për mu. Nuk është. E kuptaj. Shu që
Po ti ke marrë dhe urbanin, edhe po të shtrentojsh bileta, kjo mund të shonte edhe në paksimin e njerëzve që hypin në urban, pra është tik me dy presa, sa hajtë se po e shtrentojnë çmimin. Po ty qytetarët nuk do të hypin se do thonë, po u bë shumë tani, më mirë po ja fus në kom. Po është risku nga të dy anët. Po, patjetër. Se njerëzit sot po luftojnë për bukën e gojës, ka familje që realisht kanë bukë. Po, diskutohet nuk janë gjithë njësoj. Ka edhe më keq, ka edhe më mirë. Aq më tepër që vetëm ata më në hall po hypin në autobus. Po diskutohet. Në dhënë pjesa dërmuese e popullsisë është. Faleminderit. Do na flasësh? Po flasim edhe herë. Jo, kemi tarë në derë shtëpisë, si më thon, derë punës. Mirë se na erdhët. Faleminderit juve. Mbaje? Si të quaj? Ermal. Sa vjeç je Ermal? Unë 35. Mashallah. I martuar, i thejuar, po? O, beqar edhe. Beqar dhe ti? Po. Por jemi në Tiranë, valla, si beqar ti? Po, me këto kushte që jam du? Si be këto kushte? Po kushte rrogat, shtetush dhe gjallë, ku? Nuk ja vlen të martohesh fare, ë? Që të martohesh tu? Tu me 500.000 euro, që të marrësh për para? A të marrësh vetën? A të marrësh i makinë dalsh për qetë? A të marrësh makinën dalsh? Nuk del dot. Nuk e... Pra po thua që me aq lek ti... Me aq rrogë, sa është... Ti mban frymën. Bajmë, jetojmë, në vetë. Kushtet janë shumë vështirë. Dhe morë dhe urbani. Shumë vështirë është. Jo, ti me këtë rrogë, i bi me mbet pa martuti? Po të shqip do mënohemi që... Qeveria e kam dorë, po në animoj. Vazhdoj këtë. Mund të rritë rroga edhe... Në të ketë ardhur. Pa syt nga qeveria. Si që keni ju syt nga qeveria, ka dhe fermeri? Po shpi keni gjithë, po që të dhe. Në i mendje për ti kur s'ka? Po mërë një ofertë e mirë, edhe mund t'iki. Po unë emigrimin se kam dhe shkur, po me këto kushte që përvim, edhe mund t'iki. Uroj më të mirën që të zgjidhet problemi edhe ky sektor të prosperoj. Zgjidhet, edhe vi akoma. Nuk du t'iki, nuk e du emigrimin. Sa është rroga më e mirë për një punonjës të kategorisë tënde? Të punës që bën? Për një bën? automekanik, e pak do t'jetë 1 milion. Pra, po s'ke 1 milion, je me minus dhe nuk siguron do të familja, po thua? Nuk e siguron. Të merë gruaja. S'të merë gruaja? Duan kushte sot. Pra me 500.000 lek ti, e sigur dush ti s'të merë gruaja, po thote. Faleminderit. Bëjmë nga pak humor, por edhe për ta shtensionuar. Si të quaj? Ja, sa më shkurt që ti dëgjojmë edhe të tjerë? Olti. Unë jam Olti, inxhinieri mekanik i kompanisë këtu. Po, ti je tamam uji i pakët këtu. Po, tash shumë menojmë, po hajde më. Si po e jeton këto ditë vështira të krizës? Po, si gjithë shqiptarët, situata sa vjen e vështirësohet. Rrogën e ke marrë? Por, e tha, shefi aty që e kemi marrë, presim ta marrim. Presim të marrim rrogën. Po u vendos që ti hidhet karburant makinës? Po, do prisni. Nuk e di se si do shkoj kjo situatë kështu, domethënë. Edhe kur ja bëjmë pyetje se herë vet, domethënë se çfarë po ky shteti ja ka shtet. Edhe se di domun pse jemi akoma këtu ka herë, pse nuk kemi nik jashtë. Domethënë, nuk e di, ja bëj pyetje vetën ka herë. Si gjithë shqiptarët që kemi njerëz gjithandej. Po, ku e di unë? Vështirë është. Ke shpresë? Po, shpresa ajo na ka marrë. Ajo na ka marrë. Ajo na ka marrë, kështu që shpresojmë të rregullohet. Nuk e di. Ne shpresojmë të marrë fund agonia një, sepse unë maj mend që prej paktën 10 vite që juve nëpër protesta. Kërkoni të njëjtat gjëra, e ne kthehemi si gazetar, themi të njëjtat gjëra, dhe këtu s'po lëviz askush. Kjo është më e dhimbshme. Një lloj déjà vu, sikur përsërit vetvete. Përsëriten dhe rrin vend. Rrin vend. Kjo është që bëjnë një hap para dhe 2 mbrapa. Dhe ja, situata e tregon vetë se çfarë gjendje është. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ti nuk do flasësh. Okay. How are you? Fine. Fine.
What's your name? Venkatramma. Venkata. Where? Venkata. Palasa. Ah, Venkata. Where are you from? India. How is it here? Yeah, good. Good. You think you will stay in Albania or you are thinking to leave the country? Good. Good, eh? Ah, okay. And you? Definitely. My name is Raki Singh. I'm here work of Pune. It's the same Albanian English weather and person is good, same. Good. So you feel good in Albania? Yes, very good, very much. Very good. It's weather and people or Albania here is good, all is good. What is your job in this? Washing, bus washing. Washing car. Yes, washing. And the people, how they treat Good, you? good, shum, yeah? Yes, good, all over is good. You are with your family or alone? No, my family. No marriage. Good. My You have brother- come alone in Albania, no? Yes. Your family is in India? Yes. Okay. Thank you. All right, thank you so much. Thank you. Miqtë mi, punojësit indian kanë ardhur për të na ndihmuar në sektorin e larjes makinave, po jo të riparimit makinave. E nëse prishet ky autobus dhe ikin këta zotrinj, edhe ky zotria që është inxhinier, autobusi do mbetet në tako, edhe nëse shteti i jep lekat, sepse s'ka më specialist. Ikën specialistë e mirë. Shqipëria ka pas tradit, ka pas inxhiniera, mekanik pa fund. Ikën të vjetrit, po ikën dhe të rinj. Është alarmi më i madh se sa kriza e stërgjatur në gjendje kome që po kalon ky sektor. Dhe që është kthyer gati në një emergjencë kombëtare. Siç e tha zotria, janë 500.000 shqiptarë që lëvizin me urban. E nëse ky urban për 1001 arsye do ndaloj një ditë, me çfarë do shkojnë këta njerëz në hall, në punë? Se nuk është se kanë makinë mbrapa derës, po nuk e kanë atë makinë. Ndaj i drejtohen sektorit publik se nuk kanë me se ta mbajnë makinën. Se ata marrin një rrogë sa për të mbajtur frymën gjallë, e jo më për të blerë makina, për të paguar taksat e makinës apo karburant në makinë. Kush do m'japi një mesazh për qeverinë, një mesazh të fundit? Atëherë, mesazhin ne ja kemi thënë dhe në takimin e radhës që kishim, që ju na ndihmoni ne ndihmojmë qytetarët në radhë parë, dhe se gjërat shkojnë zinxhir, por nuk duhet të arrijmë atë që patëm në krizën e dytë, ku shumë operatorë falimentuan, lanë licencat, mund të vi dikush tjetër, por si që ka bërë ai që ka një jetë që bën këtë shërbim dhe këtë transport, nuk mund ta bëj një që nuk e ka haberin nga transporti. Nëse dështon marrëveshja me qeverinë, çfarë do bëni? Nëse dështon marrëveshja, kanë dështuar qeveria ndaj qytetarëve. Ne pamundësia financiare shkon drejt reduktimit dhe drejt kapitullimit. Shpresoj që mos ta kenë këtë vendimarrje. Që do thotë ndalohet komplet ajo që keni paralajmëruar? Po në rast se nuk do të ketë asnjë lloj kompensimi, asnjë lloj subvencionimi dhe asnjë lloj mbështetje ndaj këtij sektori, do të thotë që ata nuk interesohen për qytetarët e tyre. Mirë për operatorët, jo. Nuk besoj dhe mendoj që do shkojmë drejt asaj rruge, paktën si shqiptarë, por shpresoj shumë që qeveria të japi një mbështetje financiare të plot operatorëve, në mënyrë që jo vetëm kjo flot aktuale që është në shërbim ta ofrojë këtë shërbim siç duhet ta ofrojë, por të ketë dhe një rinovim të flotës akoma dhe më të re, në rast se kompensimet, mbështetjet financiare nga qeveria shkojnë drejt këtij sektori. Urojmë që fjalët e tua, të mia dhe të gjithë personave që morën pjesë në këtë emision të shkojnë në veshin e dur. Faleminderit ju, pasi tek ju jemi të parët që neve, që shoqatat apo operatorët përplasen, le të themi, ose është një zë shumë më i madh se sa shkresat që do. Ne vim për të mos krijuar keq kuptim, ne vim për të mbrojtur popullin, por duam të kuptojmë ju, sepse ju pastaj e pasqyroni faturën ke populli. Pra nëse ju jeni keq, populli është keq e më keq. Dhe prandaj vim ta bëjmë në popull, që ta kuptojmë realisht
pa filtra, pa censur, jo nga studiot edhe nga ekranet LED. Populli ndoshta dhe institucionet shikojnë vetëm një mjet që qarkullon në rrugë, por ai mjet që qarkullon në rrugë ka një staf të tërë mbrapa që punon për atë mjet që qarkullon dhe lëviz në transportin publik. Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit ju. Miqtë e mi, këto ishin fjalët pa filtra, pa censur, punonjësve të sektorit publik, të transportit publik urban në Tiranë dhe jo vetëm, edhe për rrethet folëm. Çështja është se para 3 vitesh kishte shumë ëndra kryetari i bashkisë sot është në paraburgim. Ai thoshte se do reformojmë Tiranën, do modernizojmë Tiranën. Por sot jemi përpara një kolapsi të këtij sektori sepse shteti, bashkia nuk kanë investuar sa dhe si duhet që ky sektor të paktën të jetë si Kosova. Të jetë i mbështetur sa Kosova, 17 vite shtet Kosova. Shqipëria 100 e kusur vite dhe nuk është në nivelin e Kosovës. Fatkeqësisht. Po çfarë thoshte kryetari i bashkisë? Atë do ta lëm për mbyllje që ju ta kuptoni vetë ëndrat në diell të kryetarit të bashkisë. Ky ishte emisioni Miqtë e mi nga Tirana, nga parku i autobusëve të një prej kompanive që operon në qytetin shqiptar, ku e tham me plot gojen punonjësit prapa krave të mi. Nëse nuk mbështetemi nga shteti, ka rrezik që autobusët të pushojnë së funksionuari. Emisioni radhës do jetë në një tjetër vend të Shqipërisë. Ne do shkojmë kudo ku ka shqiptar të ndershëm, shqiptar të pastër që e duan vendin, duan të rinë në Shqipëri, po bëjnë gjithçka që të rrinë në vendet e tyre, mos ta lënë këtë vend, por kanë 1001 pengesa peripeci që po i largojnë ata nga Shqipëria. Deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë. Për ta bërë akoma më të pëlqyeshëm, akoma më të frekuentueshëm përdorimin e autobusit, është projekti që kemi me Gizin, ku ne duam të kthejmë 3 linja të Tiranës, që janë linja Kino Studio Kombinat, linja Unazës dhe linja e Tiranës Re, në ato që quhet Bus Rapid Transit. Pra linja me korsi të dedikuara si shumë të ngjashme që mund të keni parë, më kujtohet, më vjen në majtmendjes Stambolli, që i ka stacionet në qendër të aksit rrugës, kryesisht për të funksionuar siç do funksiononte një tram ose një metro, por në goma.